بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falet dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mlani në radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeru, Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimit na e këtë pranu, gjunat na e këtë fal, na e këtë liru për zjarmi i xhenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema e radhës apo porosia e radhës që agjerimi na mëson është si agjeron veshi. Do thot agjerimi na mëson apo pi objektivave të agjerimit është që edhe ne ta ruajmë dëgjimin ton. Edhe veshi agjeron. Parat Allahu te bareke ve taala i ka përmend në Kur'an, mbajnë në mend një gjë. Atë gjë që Allahu e ka përmend në Kur'an edhe ka porosit me të, ajo do të thotë ka rëndësi. E Allahu te bareke ve taala ka folë në Kur'an dhe na ka jep porosi se ne duhet të kemi kujdes se çfarë dëgjojmë. Allahu te bareke ve taala kur na ka dhuru dëgjimin, na ka ndëru me të. Ka shumë njerëz që vujnë për këtë çështje, nuk ndëgjojnë. E ndëgjimi është begati, nimet prej nimeteve, po njeriu për fat keq është i prim, mos mja ditë nimetit kur e ka, po kur e humb, atëherë tani ja din edhe e kupton se çka ka pas dhe çka ka humb. Allahu te bareke ve taala në Kur'an thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Vërtet thot Allahu, dëgjimi, shikimi, zemra, të gjitha këto do të merren në përgjithësi. Do të thot gjitha këto, shikimi, dëgjimi, shishimi, zemra, gjitha këto kanë me llogari për Allah subhanahu wa taala, kanë përgjithësi. Allah kur ta ka jep në dëgjimin, ta ka jep Allahu te bareke ve taala dëgjimin që ti më shfrytzu për të mirë, e jo me përdor ato për të keq. Parat Allahu te bareke ve taala ka treguar në librin e tij famlartë se këto gjymtyr kanë përgjithësi për Allahu te bareke ve taala. Po dyshim se dëgjimi ka përgjithësi, ka amanet para Allah subhanahu wa taala. Çka është tash dikush thot mirë, po thot ky amaneti i dëgjimit. Çka ka amaneti i veshit, amaneti i dëgjimit? Amaneti i dëgjimit i veshit është që me ndëgju vetëm se të mirën. Me ndëgju të mirën. Mos me ndëgju do të thot të keqen, po me ndëgju vetëm se të mirën. Veshi agjeron duke mos dëgju fjalë të kota. Veshi, kur them se veshi agjeron, si pa agjeroj ka veshi agjeron kur ne nuk ndëgjojmë fjalë të kota, kur ne nuk ndëgjojmë fjalë të ndyta, kur ne nuk ndëgjojmë gjëra të ndaluara, sikurse që është për shembull muzika. Muzika është gjë që e dëmton edhe e rëndon robin. Unë e di që në zëvonin tonë tash është kjo kur na e thojmë plot për njerëzve s'kan mu pajtu me neve këto, që pa thot kë?
A di sa njerëz dehen, jo me pija alkoholike, po dehen sipas do të thotë fjalëve boshe që i ndëgjojnë. E Allahu na ka porositur që ne të largohemi prej këtyre gjërave. Veshja xheron duke mos dëgjuar do të thotë fjalë të kota, mos duke dëgjuar do të thotë vulgaritet, duke mos dëgjuar do të thonë gjëra të pahishme. Këto janë krejt objektivat e agjerimit. Agjerimi ka objektiv. Sa Allah subhanahu wa taala kur të ka kriju, edhe Allah kur flet për njerin thotë e kem kriju në formën më të mirë. Tash ti para mendoni njeri që ka problem me ndëgjim, te ai po duhet me marr lloj aparatin me qitë në vesh për me ndëgju. Ti shoqja edhe unë ka dash Zoti ka begatu Allah me këtë begati, nuk ki nevojë kur gjo me qitë në veshin tënd, dëgjon shumë qartë, shumë mirë. Po për ball kësaj dhuntie, për ball ti nimetit ti ki përgjithësi, qysh po reflekton, në çka jetë në çka pesh frytëzon këtë nimet që Zoti ta ka jep. Për atë arsye, devotshmit, ata të përkushtumt, e kanë një agjerim madhështor. Si është agjerimi i tyre madhështor? Ata nuk dëgjojnë asgjë që e zemron Allahun subhanahu wa taala. Nëse ti don me pas agjerimi jot më kon kvalitativ, me ken agjerimi jot me kon do të thot agjerim produktiv, ti nuk duhesh me ndëgju asgjë që hidhron Allahun subhanahu wa taala. Ramazan e jashtë Ramazanit, kjo nuk ka veç Ramazan, se dikush më thonë tash e ki po këta djemë të likur po bëjnë hajgare ka herë në për këto rrjetet sociale, në fillim të Ramazanit e këshin qitë TikTokin, Snapchatin, Viberin, Whatsappin, Facebookin, e këtë tjera tash pas t'i përmendi këtë, ja këshin qitë kapuqin e hoxhës, dhe vek tash këto bëhen devotshme, se kapuqin e simbolizon dhe më thonë fetari, dhe me këtash edhe rrjetet sociale bëhen fetar. Ama kjo mirë është një farloj humori, adin me relaksu, po nuk duhet kjo veç Ramazan. Ramazan e jashtë Ramazan, muslimoni është i kujdesshëm, ka kujdes. Shumë njerëz për fat keq begatit që Allahu ja udhuron, ata i shpërdorin ato. I shpërdorin ato begati që Allah ju ka dhuru, e prej atyre begative jonë edhe gjymtyrt. Edhe njerë po thëmë, a di sa njeri vun me ndëgju zërin e dikuj, se ndëgjon, se është i shurdhër. A plot njerëz këtë begati që Allah ju ka jep, e shpërdorin në gjëra që Allahu s'është i kënaqur. Që thotë Allahu, kur i përshkruan këta, që kjo kategoria, Zoti mos na bof për tyne. Këta janë kategoria atyne që në jetë kanë jetun këtë dynja, po s'kan dash me ndëgju ato që ka Zoti ka thonë. Edhe s'kan dash me punu me ato që ka Zoti ka thonë. Që thotë Allahu në Kur'an, ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad dhara'na li jahannama kathiran minan nas. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Thot Allahu, ne kemi përcaktuar për Xhehenem, dëgjoj, thot kemi përcaktuar për Xhehenem shumë gjin dhe njerëz, sepse ata thot kanë zemra, sepse ata kanë zemra por nuk kuptojnë, kanë sy por nuk shohin, dhe kanë vesh dhe nuk dëgjojnë. Inhum kel an'am, këta thot ata janë si bagdit, madje dhe mazi se bagdit. Pikrish këta janë thot të shkujdesurit, këta janë gafilat. Unë e kom thonë disa herë, kem përmend, edhe hajvanati edhe bagdit kanë vesh, kanë sy. Ama çka është dallimi mes bagdive dhe njerëzve? Allahu i ka jep njeriu të mendje, e ka përsos ato. Lopën me marr me lidh që aty,
e lën lidhëm që aty desa të cof që aty mbet. Sa i hajvanosh, nuk din. Ama njeri unë, Allahu i ka jep mendje. Për çka Allahu i ka jep njeriu të mendje? Ja ka jep Allahu mendjen që ai me e dalu rrugën e drejt për rrugës jo drejt. Që ta Allahu krejt krijesat e ti i ka detyru me besu Allahun. Krejt, për jashtim njerëz edhe e gjend i kalon të lirë. Hajvanatin formën e vetë adhurojnë Allahun. Nëse kuptojmë, Allahu Kur'an e përmendët, wala tafqahuna tasbihahum. Ju nuk e kuptoni tasbihun, madhrimin që ja bojnë Allahut nëse marrin vesh. Ai formën e vetë e bën. Çdo krijesë në dynjë e bën tasbih Allahun, e bën tasbih, që thojmë në këtë gjuhën tonë. Na e kuptojmë a se kuptojmë, kjo është tjetër mesele, se s'na se kuptojmë, po ai formën e vet, as për qindën e sekondit nuk devijojnë për rrugën e Zotit. Ama kur te njeriu edhe te gjend, Allah i kalon të lirë. Kalon lirë, Allah e kalon njeriu të lirë. Pse? Ja ka jep mendjen. Pastaj ja ka qartësu. Ja ka qartësu rrugën e drejtë. Pse Allah ka dërgu pejgamber? I ka dërgu 124.000 pejgamber. Për çka janë ardhur ata pejgamber? Pejgambert janë ardhur me qartësu rrugën e drejtë. Me ju kallëzu njerëzve që kjo siratul mustaqim, që kjo siratul jahim, që kjo rruga e xhennetit, që kjo rruga e xhenemit. Tash ti e përzidh, ti ku don? A don me kon në autostradën e xhennetit, a don me kon në autostradën e xhenemit? A shishë Allahun ajet po thot وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kena përcaktu, thot, ne kemi përcaktuar për xhehenem shumë gjin dhe njerëz, sepse ata kanë zemra, po zemrat e tyre nuk kuptojnë. Sa njeri sot, a ka zemër? Po, e ka zemrë në aspektin fizik, po ti fali sot dushbe, ati ka thonë Allahu, po fali sot dushbe, thuj se sot i ka lyp pejteje obligime, apaja për çka? Si fole njejtë. Që ta Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an i përmend zemrat, tash me po me fol për çështjen e zemrave, disa rigjerotat në imer. Se zemrat ka tyrli zemra. Jon do zemra Zoti na rujt e mos na bof kur zemrat tona pe tëne, jon zemrat e volosme. Që Allahu i volos me munafiklok, me mosbesim. Që shtot Allahu surën Bekare, në fillimin e surës Bekare, khatam Allahu ala kulubihim. Allahu i ka volos zemrat e tyre. Khatam Allahu ala kulubihim. I ka volos. Wallahi në të zemrat i kanë të volosme. Ti e merë i zgjedh fjallë kujën më të mira, e zgjedh formën më të mirë, komunikimin më të mirë, badi, hova, petaj. La hajate, arabt e kanë një fjallë të mirë, thojnë, la hajate limen të nadi. Thot, ato që jetë të e thirë ti, aj nuk ka jetë e i vdekum. Do si të vdekum jonë, që tash me shkutit e varet, edhe me e thirë një të vdekur. Atë përgjigjet, së të përgjigjet, sa i vdekur. Që shtu jonë do njerëz me ne, ata jetojnë jetën fizike e kanë, po ata si të vdekum jonë, nuk i përgjigjen thirjes. Për atë Allah tha, na kena përcaktu për xhehenem shumë gjin dhe njerëz, sepse ata kanë zemra por nuk kuptojnë, kanë sy por nuk shohin. Allah ja ka e begatin e synit, o dashurit e mi. A ti çfarë begati është begatia e syrit? Po ti që tash beqet që tash hapton msheli syt, mbaj syt mshel veç 1 minutë. 1 minutë mbaj syt mshel. Edhe para mendoje jetën, me kalu këtë jetën që ata që nuk shohin, jeta e tyre është sikur se ti kur i mshel syt. Para mendo çish kishe mujt me jetu ti papa. E Allahu ta ka jep synin ty, ta ka jep synin ty, edhe ti në çka e përdor synin tënd. Pastaj Allahu thot në ajet vazhdon thot وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kanë vesh, por nuk dëgjojnë me vesh të tyre. S'dojnë me dëgju të vërtetën.
Nuk dojnë me dëgju të vërtetën. Edhe këto janë tentativa dashurit e mi. Çdo kohë e ki pa kur disa se e gjend apo dreshnit shejtanat janë pe llojit vet, po i kanë edhe do argat vet pi njerëzve. Thot jo mos e ndigato, jo mos gabon me ndigu. Kjo është adet i pa besimtarve, adet i mushrikinve, që shtuja kanë bo një shokit Muhammed a.s. para se më bo musliman Tufejlit. Ka qenë një sahabe, ka pas emnin Tufejl. Ka qenë njeri i meqëm, shumë, edhe i Zoti. E kanë njoft, tek Arabt o njoft me mendësin e ti të preht. Kur kanë di se ka dalë Muhammedi a.s. Në Mekë, ka thonë me shku me këqyrë qa halë ati njerit. Kur ka ardhë Mekë, mushrikin të janë dalë e kanë prit, i kanë thonë, mos gavo me ndëgju për ti. Mos a i fjallët e ti i ka si siher. Qash mo e kanë tut Tufejlin, se s'po du me kazu se në gjarja gatë, historikit ti, qash shumë e kanë tut Tufejlin mo, sa thot Tufejli, ma petën trunin, e ki pati kur të vjen tot, mo, ti mu kontrimi i dynjes, bjen t'i kur. Thamë binden edhe i mora, tha, pamuk, që shesha ka bo, i ka marri ka qitë pamuk të nvesh, ka marri ka qitë pamuk të nvesh, e do thajëm hinë qabe, jo vi qabe më bëjt të baf. Tha dikur, tha të bot të baf, për thonë vetës, o të fejl, po t'ja di mërë kush je, ti nuk je mërë njeri që gjikush mundet me t'kap ty me fjall boshe me t'mashtru. Atërë tha dashti Allah, tha dhe i mora i heka ato pamukën vesh që i kësha qitë që i kësha mshel vesh. Tha po kërë ndëgjova Muhammedin a.s. të ledzu Kur'an, kërë ndëgjova Kur'anin për Muhammed s.a.s. e kuptova se fjallë të këti nuk janë fjallë për Muhammedit, to janë fjallë të Zotit janë. Edhe atër e pranoj Islamin të fejli. Ama pse përmenda këtë shembull, e përmenda se tentativat e pabesimtarve për ball muslimanëve janë të kahershme. Mos e ndëgjo, s'bën me ndëgju, është ekstremist, kjo është vehabi, e i ba, dhe këto termet për me i tut njerëzt. Kjo vehabi, mos gabo me ndigu se kë thusht jaman një arab. Vallaj, unë e këtë librat e Muhammed Abdul-Wahabit i kom lezu. Pej fillimit e i fund. Edhe i kom thonë, qaj ho që del, mbin që ka dalë Muhammed Abdul-Wahabi, diçka për medhebit Hanbeli, mos i marsha me i kanë librat e ti, mi diskursës qenë kofsha. Publikisht në për të thonë. Dhe del dikush, letë thot se Muhammed Abdul-Wahabi ka dalë diçka prej librave të medhebit Hanbeli, mos i kalsha librat e ti, shkrum mi po, që që në zyre i kom. Krejt i kom lezu, krejt. E mërë ti kitabu Tauhidin, që për librave më të bukur të shkrum, thush, a më një rabbi, e mërë e qel, ajeti i par, kapitulli i par, kitabu Tauhid. Kapitulli rreth Tauhidit. Me njëherë fillon libri, e para fjallë, pas bismillahit që e bën libër, thot, o ma khalaktul gjinne wal isa ila liabudun. Nuk i kom kriju gjenet edhe njerëzve se me madhuru, po ka dalë mëre, që kë, o ma khalaktul gjinne wal isa, ku është kjo ajet? Pasha Allahun, mos i merë një fjallë të mija, jo, se shë zotit në jetojmë një ko, mere, libri, kitabu Tauhidin e kinë shqip. Mere, nëse e gjenë, mbi 60 kapituj që i ka, nëse i gjenë 6 fjallë tina, apet po thonë, këtë librat e ti i kolli. Këtë ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, e qysh? Po, nuk ka puna këto Muhammed Abdul-Wahabi, sa po puna, këto puna me largu njerëz për islamit. Disa kanë dëshirë me i largu njerëz për të vërtetës. Zdojnë me lonë me ndëgju të vërtetën. Une nuk jom të e bot shejt Muhammed Abdul-Wahabin, se edhe Muhammed Abdul-Wahabi gabon, edhe që këshi po folë gabon. A di vesh kush ka gabu? Vesh Muhammedi a.s. Krejt tjerë që ka vinë bas Muhammedit, ja qëllojnë edhe gabojnë. Ama na, kër e gjykojmë dikon, duhet me gjyku ato e jo me fjallë njerëzve. Me pa marë Muhammedin a.s. me gjykuna, kur ka dalë Muhammedi a.s. si pejgamber me fjallë njerëzve, a i shduh me besu Muhammedin, a si shduh me besu? Si shduh me besu? Se shumica njerëzve se kanë besu.
A si kanë thonë Muhammed a.s. sahira? A si kanë thonë sirbaza? A si kanë thonë Muhammed a.s. po dënë me në ndru fejnë të parve të tona? A si kanë thonë? Këto këtë janë pretendimet njëjta. Njerë sot me kapën me fjallë bosha, opton. E sulmon diçka që as vetë sot të e ditë të e sulmu. Pse? Ama këto e pretendime, mos e ndëgju ato, mos e zbën me ndëgju ato. Nuk bën me ndëgju. Kjo pretendimi kot. Neve Zoti na ka jep mendjen. Edhe dallohet, vallaj e vërteta pejt kotës dallohet. Po ti dush me mësu të vërtetën. Qysh ka thonë Aliu radiallahu anhu, Imam Alija. Mësoje të vërtetën, kimi marrë vesh kush janë pasus të vërtetës. Mësoje, ne duhet me mësu të vërtetën, e tani e merr vesh kush janë pasus të vërtetës. Ka thonë el haqqu la yu'rafu bil rijal. E vërteta nuk njihet me emrat përveç në filoni fisteki, se sot disa po e ndigon filonin, ti e tamam. Se ndigon filonin, ti e ndalalet. Ja, s'ka kështu, s'është e vërteta kështu. E vërteta duhet më njoh, kur e nje të vërtetën, e mëson të vërtetën, e kupton kush janë pasus e të vërtetës. Pastaj Allah subhanahu wa taala dashurit e mi për ballë dëgjimit na ka jep përgjegjësi. Nëse veshjut nuk e ndëgjon fjalën e Allahut, ka me ndëgju fjalë të kota. Allahu ka jep këtë vesh për me përdor për të mirë. Dëgjimin me ndëgju, me pas për të mirë. Se shumë njerëz, Allahu ka thonë në Kur'an. Çish ka thot Allahu? Am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ndëgjaj posh Zotin që thonë, ndëgjaj. Allahu po thot, ç'është po thot Allahu? A mendon ti se shumica e tyre, duhet me pas kujdes që tu përdu me e bu një sqarim, se shpesh herë neve na mashtrojnë me termin shumica. Shumica kur nuk o konë njësi matë se në islam që qëmë pesh. Bilem ale Allahu ka thonë Kur'an, si kurse pithat Muhammed s.a.s. Ki me ndjek, me shiqu, ki me po që shumica nuk besojnë. Ama shumë besojnë, a nuk besojnë. Pi 6 miliard njerëzve sa jonë, 6 miliard po thënë, 6 miliard dhe gjysë, se po shkon të hypë. Sa jonë, a jonë besimtar këta? A jonë ma shumë besimtar, a jo besimtar? Jo besimtar jonë ma shumë. Allahu ka thonë, bilem Allahu i ka thonë Muhammed s.a.s. Je ka dënë me që vetin në qka? Në shkatërim të dosh me shti njerëz me besu. Me pa dosh Zotit thot i kish bo kejt me besu. Kejt i kish bo me besu. Edhe kriteri shumica, do me bo me këqyrë që tash, a në gjinojnë shumica? A në gjinojnë shumica? Në kena qef me thonë. Po që hajtë me në gjinu, do shta e mora shemë dhe ka mu se shumica në gjanojnë inshallah. A falen shumica? Ja, pasha Zotë s'falen shumica. Jo, pasha Zotën jo. E ta shka me bo tash, edhe na me lonë namazin, se s'po falë kanë shumica, nuk ka kriterë që ka bën shumica është e mirë. Se Allah që po thotë, em tahsabu, a mendoni ju, a mendon ti, se shumica e tyre dëgjojnë dhe kuptojnë, ata kanë thot vesh, ata kanë vesh, a mendon ti që ata ndëgjojnë, shumica për tyre ndëgjojnë, in hum kel an'am, thot ata jonë si hajvanati, jonë si qka si bagtit, madje edhe ma, do të të shmongur nga rruga e drejt. Belhum adallu sebile. Për atë arsy, edhe njerë po thëmë, nuk o kriteri i shumicës, nuk o kriteri i shumicës, se shumica po bojnë, na duhet me bo. Pastaj, ka për njerëzve që i mbushin vesht e tyre me muzik, me fjallë të kota. Edhe qka, kur njeri i bën këto punë, atër ja qëtë një lloj mbulese veshve,
Qarë mbulesën, pengesen mes Kur'anit edhe ti. Se në zemër së mundesh me i bo bashk edhe Kur'an edhe muzik. Nuk bohen bashk Kur'ani, pasha Zotën, sa që mund bohen bashk tomble dhe uja. Bohen bashk tomble e uji, nëse e merë me i bashku zban, duhet ja tombel, ja qomsht, ja uj. Nuk mundesh me përzi ato, si të përzijet, aj asë është uj, asë është qomsht. Edhe Allah e kalon veshi, që është, qka është veshi? Veshi është dyrë prej dyrëve të zemrës. Dyrë prej dyrëve të zemrës. Bone e hape veshin tënë me të kota dhe mbush zemrën me fjalë të kota. Atëre, pa dyshim se veprat kanë me dalë, të kota kanë me dalë. Besimtarit, dashurit e mi, muslimani e ka wajib, e ka obligim me falendëru Allahun për begatin e dëgjimit. Dhe me e kanalizu, me drejtu ato drejt kënaqësive të Allahut te bareke ve taala, duke e shpeshtu ndëgjimin e Kur'anit, duke ndëgju ligjerata të cilat përmes atyre ligjeratave e ngrit vetdijen e tij fetare. Pastaj me ndëgju porosit të mirat arta e mos mu marrë me punë të kota. Allahu kur i lavdon besimtarët, afroni ndreshin i sofat si për namaz, se po vinë, afroni, se ka vend hala. Allahu i ka lavdu besimtarët, që i ka lavdu pi veçurive të besimtarëve. Allahu thot: wa idha marru bil lagwi marru kirama. Thot Allahu, kur kalojnë ata, kalojnë pranë kutësis, ata kalojnë, thot, me dignitet. Kalojnë me dignitet. Pastaj Allahu thot: wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Sa e madhe që ky ajet, që kena shumë nevoj me shtim praktik në këtë, me shto du të me punu, se jana kem pun me gjahila në këtë vendin ton ja kuski. E disa për neve ka një herë, aty që shonë do për neve, po më vjen keqë po thonë që shto. E ka qëtë murin për para, sa shmim shumë murit me kry, që ka buhët? E prish murin, e prish kryt. Kryt e prish. Edhe disa për neve, tu marrë me do gjahila, me do si pa besimtar, e shi do mos djemë të rine për TikToka. Kur e shek ky mashallahi, o hin TikTok, e ka gjetë atje një dresh, pi dreshnëve, se rrugë të dreshnit i ka kalzu Allahu, s'pi kalzu ne. Allahu ka thonë, pejgamberi s.a.s. thot, sahabia i ndërum, thot, jena ko me pejgamberi a.s. Tha khattan nebiju sallallahu sallam, khattan mustaqime, thot, e boni pejgamberi s.a.s. një vit të drejt, pastaj anash boni vija tjera, edhe lexoj ajetin, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Kjo është rruga ime e drejtë, ndjekeni. Wa la tattabi'u subula. Mos i ndjekni rrugicat, sa jo kam ju përço, kam ju largu për rrugës drejt. Rruga e drejtë është një. Rruga e drejtë është një. Rrugë tek qia janë shumëta. Rruga e zinos, rruga e alkoholit, rruga e bigjozit, rruga e hajnis, rruga e droges, rruga e kurvnis, rruga, rrugë sot dush. A rruga e Allahut është një, siratul mustaqimi është një. E Allahu te bareke ve taala na ka tregu neve, na ka tregu, do më thonë se ne duhet ta ndjekim rrugën e drejtë, do mos me ndjek rrugicat. Ndjekja e rrugicave ka me na largu për siratul mustaqimit. Edhe tash del kycari në TikTok, aty sa dreqi o hinto, edhe hin me polemizu me to me ja kalzu, këtë hakin do me ja kalzu.
Mas parti, pasha zotin i thësha në natë një mikit tem, të bo muhabet, që të muhabet e bëjshim, o veç thësha është haram, zbon, se do që se që i pisha une, valla isha hi e kësha ndru emnin, e kësha pëqit emnin Krist, po ati që e kësha bo, së gjok i kësha bo, bre. Po në ati që pasha zotin, atë bojmë realista, kush e dim pej neve, që tash pe e bëj, nuk pe ju provokoj, pasha Allahun që është njësë pe provokoj, veç mi qelë syt, kush e din lutjen, duan e hapjes namazit, për pos subhane, kes dua tjetër që pejgamberi sa me ka bo. Leta që ndorën, edhe kësha pas qep me ndi. A e din dikush, ndo një lutje tjetër, përveç subhaneke Allahumme, wa bihamdike, wa tebareke esmuke, wa ta'ala gjedduke, wa la ilahe gajruke. Që kjo veç një që e ka po pejgamberi s.a.s. edhe një 3 tjera jonë. A përshë që sendet elementare si dim. Sendet elementare, e tash ti me hi atje, me polemizu me ato, mi kalzu ati priftit, qka o islami, më se përna po është prift. Saj që e merë shpoten, shpota, o shpot, ama e merë shpoten me përdor, dikush që zdin me përdor, në qaftë merë. Sa për njerëzve ata jonë të vërtetën, s'ka shybe e vërteta e vetme të Allahu është inë dina inda Allahi l'Islam, e vërteta është Islami, po ti pa e njoftë mire Islamin, nuk gudzon ti me hime ato në polemikat ja. Si a i tha në jere mu, po pëthirë një 19 notët, o pasha Allah në o qa ki o bur, a e re me kon, jo dhe e na kahini pastor, dësh na ka bo. Pasha Allahin e po, janë isi 100 be. Hajde, sash po hi pe këshyri, ku shokaj Allah. Kur hina, a di qëfar pytje për i kaj? Po thesha me dhe që si konë po nga ta muslimon. Se su shuplo ka veshve, a di veshve, dove veshve të të mi shushu. Dang të tja hi veshve vja hi. Aja bëj ke pytje dhe ke, pse Zoti ju i ka thonë kur anë ne, e ju po thuni Zoti është një? Theka, përshë që nuk o ka Zoti një. Ama njeri kërë ignorant, se në gjekë Kur'anin, s'dit mu përgjith. Ajo shumë e thjeshtve, e thjesht, o ti kër i drejtohesh dikuj, a i thush te ajo, kër i thush jo, ajo, o dy aja o një. Kjo gju e komunikimit, edukatëm komunikim, e shumë abete, a unë e thash që edhe njerë për i përsëris, kjo dhe tjetë edhe mësim. Kush se din, sonde dhe hyp dhe të halakot, kush jo, po qim ko, nuk pe e marë përgjësi se Ramazani ka pun të vete i ka. Ama hinë mburujnë e muslimanit, e ki edhe për pas subhane, kes ki tjetër. Nëse dën tjetër, e ki forma e namazit librin, Shek Albani që e ka shkru, mere librin forma e namazit, në forma e namazit, i ki lutjet tjera që i ka bu pejgamberi sasem kër e ka hop, në bas të këbiri filosor, ku ka thonë, Allahu Akbar, nuk e ka këndu që jasë subhanët, në qau në pe au këndaj një që e ka këndu, ka thonë, Allahumme ba'id bejni wa bejnë el khataja, kema ba'id të bejnë el mashriqi wal maghrib, Allahumme nëkkini min el khataja, kema ju nëkka thobu l'abjedi min el dënes, Allahumme nëksili el khataja bima i thëgj, në ka Allah hoqë. Pa qështo, se na me atë subhaneken, me pas goj subhanek, ka kërdo, o ndram pak bre. Si a i tha, qysh do me na falë, tha, me kullu vallojnë e vjetër. Po ndrobe, del felek, del ben nas, i kimsu, qysh zvjen mbare prej Allahut, i kimsu krejt. Krejt qka ka të bëj, i ka marë krejt titujt, e mund shem, dynjot qka jonë, i ka marë, ndërsa titujt para Zoti që du të me i pas asë njëse ka marë. Namazi, a ka pun më të madhe se namazi, edhe dhe kryva. A ka pun më të madhe të Allah pas besimi se namazi. Ama kjo porosia dhe nërë për thonë, për juve djemë të ri. Edhe për ju që ja keni mësy TikTokit. Edhe do e di që i kena këto. S'pë i sha, ama për jau qëj selamin sonte me butësi kështu. A be kombo, se nda, i nëzofsha dhe i herën ta, pa hi me i bo hashër, e djonin edhe unë jam gjemati hoqës sërnes, vallaj si jeti gjemati hoqës sërnes, ti nuk jenë zonë si hoqës sërnes, va rabbil kabe si jeti në zonë si hoqës sërnes, se më pakon ti në zonë si hoqës sërnes, ndryshe këshe vepru. Edhe une asë një në zonë, s'pe thonë publikisht, asë njëse kom, po, kom dashamir vlazën të mi që vinë, dersën, digojnë, me kalablok, ama në zonë sa, kom se gabova që apet më zbi kundërsor, i kom do fmi, që ata e në zonësat e mi.
Kush dënë me i pa vjen të shtunden, që ata janë nxënësat e mi. Që ata i kom nxënësa une, ata janë nxënësat e mi. E jo me dalë me përdor emnin e hoxhës, e me thonë diçka që as hoxha se ka thonë. Kjo është edhe më e rëndë. Allahu na permisov gjendje. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.